Partia Demokratike njëkohësisht paralelisht me procesin që ne po bëjmë për riorganizimin e strukturave, patjetër kemi bërë edhe fushat dhe sondazhe. Për të parë se si është gjendja në terren, jo vetëm brenda nesh, po edhe tej nesh, pra me qytetarët. Edhe me struktura edhe me kandidat? Po. Për shembull në Tiranë, po vetëm se nuk është zyrtarizuar, por ne e dimë kush është kandidati. Kush është? Ilir Ali Mehmeti. Nuk është bërë zyrtare, të paktën me sa di unë, mos qofsha e gabuar, po të paktën me sa di unë, nuk e kam të konfirmuar, sepse atë e konfirmon pastaj kryetari i Partisë Demokratike dhe kryesia që patjetër do bëj përzgjedhjen. Sepse ne jemi në një fazë ku kemi një riorganizim gjithë strukturave dhe është tjetër që kjo nuk është zyrtarizuar dhe unifikuar. Por gjithsesi po flitet për zotin Ali Mehmeti që të jetë kandidati i Partisë Demokratike apo jo? Unë nuk e them se po flitet. Unë e them sepse në Tiranë emri që qarkullon në propozime, sepse ne kemi bërë zgjedhje në çdo strukturë, dhe emri që qarkullon që propozohet dhe kërkohet që të jetë kandidati ka qenë ai i zotit Ilir Ali Mehmeti.